Një 64 vjeçar u shoqërua nga policia e Beratit pasi vuri flakën vend ngrumbullimit të mbetjeve në fshatin Morav. Pas njoftimit të marrë nga banorët e zonës, në vendngjarje shkuan shërbimet zjarrfikëse, të cilët punuan për disa orë me radhë për izolimin e flakëve, ndërsa zjarrfikësit ishin duke punuar, 64 vjeçari Ylli Metani vijonte të ndiste zjarre të tjera, duke aktivizuar disa vatra. Me të konstatuar faktin, zjarrfikësit njoftuan policinë, të cilët shkuan në fshatin Morav dhe shoqëruan autorin e zjarrvënies. Një shkëndijë elektrike si pasojë e këputjes së kabllove dyshohet se shkaktoi rënien e një zjarri në lagjen çlirim të Lushnjës. Nga zjarri u përfshi një sipërfaqe me bimësi të ulët, ndërsa zjarri, ndikuar edhe nga era, u përhap me shpejtësi duke vënë në rrezik disa banesa. Banorët njoftuan më njëherë zjarrfikësit, të cilët arritën të vënë nën kontroll flakët duke parandaluar përhapjen e mëtejshme të tyre. Gjithashtu në lagjen çlirim mbërritën edhe punonësit e grupit të avarive të OSHE-s për riparimin e linjës që furnizon lagjen me energji elektrike.